Topësia e fuqisë. 2 i Kronikave 26:1-23. 2 i Kronikave 26. Pastaj tër populli i Judës mori Uziahun, që ishte atëherë 16 vjeç, dhe e bëri mbret në vend të atit të tij, Amaciahut. Ai ndërtoi Elathin dhe ja ktheu Judës, pasi mbreti pushoi bashkë me etrit e tij. Uziahu ishte 16 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 52 vjet në Jerusalem. Ëma quhej Jekoliah dhe ishte nga Jerusalemi. Ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit. Pikërisht ashtu si kishte bërë Amaciahu, i ati. Ai kërkoi Perëndin gjatë jetës së Zakarias, që kuptonte vegimet e Perëndisë, dhe përderisa kërkoi Zotin, Perëndia e begatoi. Ai doli dhe luftoi kundër filistejnëve. Rrëzoi muret e Gathit, muret e Jabnehut dhe muret e Ashdodit, dhe ndërtoi qytete në afërsi të Ashdodit dhe midis filistejnëve. Perëndia e ndihmoi kundër filistejnëve, kundër arabëve që banonin në Gur Baal dhe kundër meunitëve. Amonitët i paguanin Uziahut një haraç. Fama e tij që përhapur deri në kufijtë e Egjiptit, sepse ishte bërë shumë i fuqishëm. Uziahu ndërtoi gjithashtu kulla në Jerusalem, në portën e qoshes, në portën e luginës dhe mbi qoshen e mureve dhe i fortifikoi këto. Ai ndërtoi kulla edhe në shkretë të tir dhe gërmoi shumë puse, sepse kishte një numër të madh bagëtish, si në pjesën e poshtme të vendit, ashtu dhe në fush. Kishte gjithashtu bujq dhe vreshtar në male dhe në Karmel, sepse e donte tokën. Uziahu kishte gjithashtu një ushtri luftëtarësh që shkonte në luftë në formacion, sipas numrit të regjistruar nga sekretari Jeiel dhe nga komisari Maasejah në urdhrat e Hananiahut, njën nga kapitenët e mbretit. Numri i përgjithshëm i të parëve të shtëpive atërore, njerëzve të fortë dhe trima, ishte 2600 veta. Nën komandën e tyre ndodhe një ushtri prej 307.500 njerëz të aftë të luftojnë me trimëri të madhe për të ndihmuar mbretin kundër armikut. Uziahu i furnizoi ata, domethënë tër ushtrin me mburoja, ushta, përkrenare, parzmore, harqe dhe hobe për të hedhur gur. Në Jerusalem mjeshtrit i ndërtuan gjithashtu disa makina, të cilat ai i vendosin mbi kulla dhe në qoshe për të hedhur shigjeta dhe gur të mëdhenj. Në këtë pikë ju thoni me vete: a ka ndonjë gjë që nuk mund ta bëj dot ky djalë? A ka ndonjë fushë në të cilën të mos jetë kompetent? Dhe pastaj tregimtari i kronikave thot: fama e tij u përhap larg, sepse u ndihmua në mënyrë të mrekullueshme derisa u bë i fuqishëm. Por pasi u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare, aq sa u korruptua dhe ai mëkatoi kundër Zotit, duke hyrë në tempullin e Zotit për të djegur temjan në altarin e temjanit. Pas tij hyri prifti Azariah me 80 priftërinj të Zotit, njerëz trima. Ata ju kundërvun mbretit Uziah dhe i thanë: nuk të takon ty, o Uziah, t'i ofrosh temjan Zotit, por priftërinjve, bijve të Aaronit, që janë shenjtëruar për të ofruar temjan. Dil nga vendi i shenjtë, sepse ke kryer mëkat. Kjo nuk do të sjell asnjë nder nga ana e Zotit Perëndi. Atëherë Uziahu, që kishte në dorë një temjanic për të ofruar temjanin, u zemërua, por ndërsa po u hakërrohej priftërinjve, mbi ballin e tij shpërtheu lebra, përpara priftërinjve, në shtëpinë e Zotit, pranë altarit të temjanit. Kryeprifti Azariah dhe tërë priftërinjtë e tjerë u kthyen nga ai dhe, ja, mbi ballin e tij dukeshin shenjat e lebrës. Kështu e nxorën me të shpejtë dhe ai vetë nxitoi të dalë, sepse Zoti e kishte goditur. Mbreti Uziah mbeti lebros deri ditën e vdekjes së tij dhe banoi në një shtëpi të izoluar, sepse ishte lebros dhe ishte përjashtuar nga shtëpia e Zotit, dhe i biri Jotham ishte kryeintendenti i pallatit mbretëror dhe administronte drejtësinë e popullit të vendit. Pjesa tjetër e bëmave të Uziahut, nga të parat deri në të fundit, janë shkruar nga profeti Isaia, biri i Amocit. Kështu Uziahu pushoi bashkë me etrit e tij dhe varrosën bashkë me etrit e tij në fushën e varrimit që u takonte mbretërve, sepse thuhej e ka zënë lebra. Në vend të tij mbretëroi i biri, Jothami. Amen. Vrasmendje nëse i lexoni nekrologjit. Nëse nuk i lexoni, atëherë ju sugjeroj që nga sot të vendosni ta bëni praktikën tuaj. Nuk e kam fjalën vetëm për gjërat rutinë që thon ai ishte këtu dhe pastaj u largua. Por në ndonjë gazetë relativisht të mirë, nëse e përdorni internetin, mund të shkoni te faqja e gazetës The Times, Gazeta The Times. Po flas për New York Times, sepse ka edhe gazeta të tjera Times, por unë e kam fjalën për The Times. Atje mund të lexoni disa nekrologji të shkruara shumë mirë. Siç mund ta shihni, më pëlqen të lexoj dhe të ruaj.
Më pëlqen të mburrem për faktin që e kam bërë këtë gjë për disa arsye. E para, kështu lexon mini biografi. Ke mundësi të shohësh diçka në jetët e njerëzve të tjerë, gjëra që i dallojnë ata. Zakonisht lexoni disa shprehje të përmbledhura për jetën e tyre. Por gjithashtu njiheni me njerëz për të cilët nuk keni ditur asnjë gjë, dhe kështu kujtoheni për vdekshmërinë tuaj dhe ballafaqoheni me pyetjen se çfarë lloj trashëgimie do të lini pas. Disa prej jush mund të kenë dëgjuar që kohët e fundit Larry LaPrice, i cili shkroi The Hockey Cockey ose Hockey Pokey, siç referoheni ju këtu, vdiq paqësisht në gjumë në moshën 93 vjeçare. Me sa duket, pjesa më traumatike për familjen e tij ishte që ta vendosnin trupin në arkivol. Ata futën këmbën e tij të majt në arkivol dhe atëherë filluan vështirësitë. Ky është me të vërtetë një abuzim i pacipi foltores, por për shembull, kam një nekrologji këtu që thot Joseph Charles, 91 vjeç, simboli i miqësisë në cep të rrugës. Kjo është nga data 20 mars 2002. Rreshti i parë thot, për 31 vite me radhë, ai përshëndeti me gëzim 4500 njerëz në ditë nga ora 7:45 deri në 9:30 paradite. Kjo është historia e mrekullueshme e një burri që hyri në një shtëpi të re në tetor të vitit 1962. Zoti Charles doli nga shtëpia e tij e re, të cilën sapo e kishte blerë në Berkeley, Kaliforni, dhe i përshëndeti fqinjët që jetonin më poshtë. Dhe ata ja kthyen përshëndetjen. Shumë shpejt përshëndetja u kthye në një ritual. Zoti Charles tha: "Në fillim njerëzit mendonin se isha i çmendur. Ata më quajtën komunist." Çfarë? Ai i përshëndeste njerëzit dhe ata e quajtën komunist. Ata thanë që do të shkaktoja ndonjë aksident. Mirë po, një person ja ktheu përshëndetjen. Dhe pastaj një tjetër dhe një tjetër. Disa i ranë borisë së makinës. Një motorist i dha një palë doreza të verdha, të cilat u bën shenja e tij dalluese. Me kalimin e kohës, ai kishte 20 palë doreza të verdha. Mendohet se ai përshëndeste të paktën 4500 persona çdo ditë, pothuajse 1.2 milion njerëz në vit. Kur i lodhej krahu i djathtë, ai përdorte krahun e majt. Joseph Charles, simboli i miqësisë në cep të rrugës. Mund të vazhdoj, por nuk do t'ju lodh. Nëse nuk jeni duke e bërë tashmë, ky është një proces i dobishëm dhe mendoj se do të përfitoni prej tij. Shpresoj gjithashtu që të vizitoni shpesh Varrezat. Vras mendje nëse studioni ndonjëherë në Varreza. A e parkoni ndonjëherë makinën tuaj në anë të rrugës që të lexoni Biblën atje? A dilni ndonjëherë të ecni lart e poshtë që të shihni datat dhe të habiteni nga fakti që po ju afrohen? A nuk habiteni nga fakti që një dekadë më parë nuk ju dukej kaq e dhimbshme sa ju duket sot? A e kuptoni krejt papritur që pavarësisht nga mosha juaj jeni duke u plakur? Një nga varret më të fundit në Varrezat e Çagrinit i ka datat pothuajse identike me të mijat. Një grua e re e cila kishte vdekur nga kanceri. Sigurisht, shkrimtari i predikuesit thot: "Është më mirë të shkosh në një funeral se sa të shkosh në një fest, sepse vdekja është fati i çdo njeriu. Prandaj të gjallët duhet ta ngulitin këtë gjë në zemër." Pa u treguar as pak melodramatik, nuk ka asgjë të ngjashme me afrimin e vdekjes që t'i qartësojë aq mirë çështjet e jetës. Secili nga ne ballafaqohet me faktin që jeta jon, në fund të fundit, do të përmblidhet në një farë mase nga skalitja me dalt mbi gurin e varrit. Dhe tërësia e gjithë sa jemi dhe gjithë sa kemi bërë, në fakt do të shënohet me një vit të vogël, ndoshta 4 apo 5 cm të gjatë. Për mua do të jetë 1952, viz, dhe pastaj viti i vdekjes. Pyetja është kjo: çfarë po bëjmë me vizën mes këtyre dy datave? Nëse do të ketë ndonjë gjë të shkruar në gurin e varrit, që thot diçka për ne, jo se do të interesohet ndokush. Ne nuk jetojmë me atë lloj iluzioni. Nuk do të më kujtojnë shumë vetë. Fëmijët e mi për një farë kohe, përveç atyre, nuk do të më kujtoj askush tjetër. Mirë po, nëse vendoset diçka, e vetmja gjë që mund të vendoset realisht, që me sinqeritet mund të vendoset aty, në fund të jetës sonë, është ajo që me anë të jetëve tona, në provanin dhe mëshirën e Perëndis, është e mundur të vendoset atje. Ja pse shëtitja në Varrezat e vjetra mund të jetë argëtuese, sepse aty gjeni deklaratat e mrekullueshme për personin që është varrosur aty. Nuk do t'ju mërzis më tepër, por për këtë gjë jam duke folur. Poshtë këtij guri varri. Poshtë këtij guri varri prehet kurnaci Jimmy White, i cili vdiq një mëngjes në orën 10 dhe kështu e kurseu një vakt. Vras mendjen nëse familja e tij ishte mjaft e guximshme apo mjaft e marrë sa ta shkruante këtë gjë. Mirë po, kushdo që e njihte Whitein, do të kishte kaluar dhe do të thoshte:
Ky është Whitey, i kanë rënë pikës. Ai ishte një kopuk koprac. Përfituroje pak këtë. Ai vdiq në mëngjes, prandaj nuk ju desh të paguante për darkën. Sa tragjike do të ishte. Sa tragjike. Nëse pas vitesh të tëra të dobishme, dikush do të linte pas një trashëgimi e cila fliste vetëm për dështime. Shihni se çfarë thanë njerëzit në fund të vargut 23. Sidomos në ndritën e gjithçkaje që lexojmë në pjesën e parë të kapitullit. Njerëzit ndryshuan dhe thanë: "E ka zënë lebra." Vetëm 4 fjalë. Si është puna me Uziahun? Oh, Uziahun e ka zënë lebra. Vetëm kaq? E po, nuk është vetëm kaq, por është e vërtet. Paul Simoni, i cili tha që shenjat e profetëve janë të shkruara në muret e metrove dhe në korridoret e apartamenteve, ato përshpëriten në tigujt e heshtjes. Nëse ju kujtohet, ai ka shkruar një këngë të mrekullueshme në vitet 60 të titulluar Një burr shumë i veçantë. Një burr shumë i veçantë ishte ai, kështu thot zonja Riordan, ajo duhet ta di. Ajo jetonte një kat si për ti. Ajo tha se ai ishte një burr shumë i veçantë. Ai nuk ishte miq dhe radh fliste. Askush nuk fliste me të, se nuk ishte miqësor dhe nuk e vriste mendjen, por nuk ishte si ata. Ai ishte një burr shumë i veçantë. Ai vdiq të shtunën e kaluar. Hapi rubinetin e gazit dhe shkoi të flej me dritaret mbyllur që të mos zgjohej më, në botën e tij të heshtur dhe në dhomën e tij të vogël. Zonja Riordan thot se ai ka një vëlla diku, të cilin duhet ta lajmërojmë shpejt. Dhe të gjithë njerëzit thanë: "Sa keq që ai ka vdekur, por a nuk ishte ai një burr shumë i veçantë?" Të gjithë njerëzit thanë: "Sa keq që ai ka vdekur. Atë e kishte zënë lebra." Kjo gjë e karakterizoi. Ai e shkroi vetë epitafin. Për 5 minuta, pasi ishin dashur disa dekada për të ngritur një jetë me karakter. Nëse Jozafati na paraqiti një individ i cili flet për fuqinë e dobësisë, atëherë Uziahu është e kundërta. Ai është stërnipi i Jozafatit. Ai na jep shembullin e dobësisë së fuqisë. Jozafati na bën përshtypje e cila mbetet gjatë në mendje kur i lexojmë ato 3 kapituj. Jam i sigurt që e bë të gjithë si detyrë shtëpie, ashtu siç ju udhëzova. Ai nuk të lë përshtypjen që ishte një burr i mirë apo i famshëm, edhe pse i kishte të dyja këto cilësi, por ai të lë përshtypjen që ishte një burr i dobët. Nuk e trajtuam këtë gjë në sesionet e kaluara, por dobësia e cila në fund u kthye në një dobi në jetën e tij, nuk ishte krejtësisht e dobishme. Sepse kur i lexoni me kujdes ato kapituj, dalloni që Jozafati, në fakt, ishte tepër i dobët për t'u thënë jo njerëzve. Dhe për shkak se nuk mund të thoshte dot jo, u përfshi në marrëveshje ushtarake, u përfshi në marrëveshje tregtare. Lejoi që djali i tij të martohej me bijën e mbretit Ashab dhe të mbretëreshës Jezebel, gjë e cila lidhej drejt për drejt me dobësinë e tij. Mirë po, kur u gjet në situatën e vështirë, ai u ballafaqua me dobësinë e tij, dhe atëherë kjo u kthye në mjetin e tij të suksesit. Kalojmë disa kapituj dhe arrim këtu tek Uziahu, në të cilin shohim një kontrast, duke qenë se ai është një burr i fortë. Me çfarëdo standardi që ta matim, ai ishte i fortë, ai ishte i fuqishëm dhe i vendosur. Ai shfaqi udhëheqje vizionare, gjëra të cilat janë të gjitha të lavdërueshme. Nuk ka asgjë të gabuar në këto gjëra, por kur u gjet në pozitë të vështirë, Uziahu ju përgjigj gabim pyetjes së psalmistit. Dhe duke qenë se nuk ju përgjigj sakt pyetjes, kjo solli rrëzimin e tij. Cilës pyetjeje po i referohem? E kam fjalën për psalmin 121. Unë ngre syt nga malet. Nga do të më vi ndihma? Në një pikë të caktuar në jetën e tij, Uziahu do të ketë thënë: në mënyrë absolute, pa pikë dyshimi, ndihma më vjen nga Perëndia. Gjithçka që jam, gjithçka që ai më ka bërë të jem, gjithë sa ai më ka dhënë, vjen prej Perëndisë. Mirë po, diku gjatë udhës, ai ndryshoi mendim. Ai nisi të mendonte se, në fakt, ai ishte burimi i fuqisë së tij, burimi i urtësisë së tij, i zgjuarsisë së tij dhe i ndikimit të tij. Tani, 2/3 e kapitullit i kemi lexuar bashkë. Përshkruajnë ndikimin pozitiv të udhëheqjes së tij. Me çfarëdo standardi që ta matim, ai është një djalosh i jashtëzakonshëm, një djalë gjeni, siç mund të thoshim sot, apo siç thoshin në vitet 60, ai është një djalë gjeni. Kur ishte 16 vjeç, ndërkohë që i jati ishte ende gjallë, para se ta vrisnin, ai filloi të ushtronte ndikimin e tij. Në fakt, emri i tij, Uziah, do të thotë Zoti është forca ime. Prandaj, vetë emri i tij flet për atë që forca e tij është në Zotin. Duke marrë përgjegjësi,
Ai duket që ka mundësi të kujdeset për të gjitha aspektet e jetës kombëtare. Ai lë gjurmë të mira në çdo gjë. Dje ju prezantova me parimin e rëndësishëm të lënies pasdore të planifikuar, dhe tani do të vazhdojmë të funksionojmë sipas atij parimi. Do të ishte e mërzitshme që të vazhdoja t'ju flisja për gjerësinë e ndikimit të mbretërimit të tij për sa i përket sigurisë kombëtare, arritjeve ushtarake, zhvillimit tregtar, suksesit në agrikulturë e kështu me radhë. Kjo nuk është e nevojshme për qëllimin që kemi në thelb të këtij kapitulli. Ideja bazë është se duket qartë që gjithçka në të cilën ai vinte dorën kishte sukses. Ai ishte një nga ata personazhet e papara. Gjithçka që prekte kishte sukses. Kam qenë në shkollë me djemë si ky. Jo vetëm që merrnin gjithmonë 10, por ishin gjithmonë shumë më të mirë se të tjerët. Mund t'i toleroja notat 10 nëse nuk do të fitonin në gjithçka tjetër, ose mund ta toleroja që ata të fitonin në çdo gjë, por të mos i kishin të gjitha 10. Por të dyja nuk mund t'i pranoja. Ata ishin gjithmonë të aftë të luanin piano. Këta ishin tipa që më tërbonin. Ai ishte gati për çdo sfidë. Ai mund të shihte edhe pas kthesave. Ai i qeverisi punët e kombit të tij me një ndikim domethënës. Tani, tregimtari i kronikave na çon pak në prapasken. Është gjithmonë argëtim të hysh në dhomën ku vishen aktorët, apo jo? Nëse shkon të shohësh një ndeshje, e sheh atë nga karrigja dhe vret mendjen. Çfarë po ndodhte? Vras mendjen se çfarë u tha trajneri. Vras mendjen se çfarë e motivon atë. Në mënyrë të mrekullueshme, tregimtari nuk na jep vetëm këtë informacion për zgjerimin gjeografik dhe për ndikimin që kishte ai në komunitet, por na jep disa faktorë të fshehur, të cilët i identifikon si vetë çelësat e suksesit që e bën Uziahun udhëheqësin që ishte. Tani do t'ju avë ata në dukje, por pa i sqaruar shumë. Shumë shpejt, po ju bëhet e qartë se ky studim është si skicat me karbon që ju bënte mësuesi në shkollë. Nëse në shkollë keni pasur një lëndë për pikturën, kujtoni kur vinte mësuesi me një tas me fruta, ose me një karrige, ose me një gotë ujë, dhe ju duhej ta vizatonit dhe pastaj ta ngjyrosnit. Kjo është një detyrë që të paralizon. Unë e kisha zakon të përpiqesha të dukesha si kur isha në siklet të madh, me shpresën se mësuesi do të më afrohej, do të më bënte karbonin dhe do ta niste skicën. Dhe unë gjithmonë përpiqesha të thosha: "Oh, po ajo pjesë si bëhet?" Që ai të më ndihmonte sa më shumë që të ishte e mundur. Pastaj ai gjithmonë më thoshte, duke qenë se ai ishte më i zgjuar se unë. Ai gjithmonë thoshte: "E po, kaq mjafton, beg. Nuk do të ndihmoj më shumë. Tani e ke ti radhën. Vazhdo dhe mbaroje. E po, tani do të tregohem shumë i sinqert me ju, dhe po të afroheshit, mund ta shihnit karbonin në dorën time. Prandaj do të më duhet t'ju them se pjesën më të madhe të kësaj do t'ju duhet ta bëni vetë, si me skicën e karbonit, duke shpresuar që do të keni dobi nga vetë studimi juaj personal." Më lejoni që t'ju avë këto gjëra në dukje. Vargu 4. Çfarë karakterizon këtë burrë të jashtëzakonshëm? E po, e para, ai bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit. Ai bëri pyetjen: cila është gjëja e duhur për t'u bërë? Me sa duket, ky djalosh i ri kishte një frymë të ngjashme me frymën e Danielit. Familja e tij kishte pasur ndikim në jetën e tij. Deklarata që përdoret këtu: ai bëri atë që është e drejtë në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte bërë Amaciahu, i Ati. Mund të jetë duke na dhënë një tregues të vogël për faktin që i Ati filloi mirë dhe përfundoi dobët. Pra, shkrimtari i kronikave mund të jetë duke sugjeruar këtë: nëse vazhdon të lexosh, do të zbulosh që kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Megjithatë, mendoj se kjo është paksa egzagerim, edhe pse shumë nga komentuesit e theksojnë mjaft këtë gjë. Mendoj se është e mjaftueshme të themi se ky djalosh pati një fillim shumë të mirë. Ai ishte i vetëdijshëm për faktin që ligji i Zotit është i përsosur, që ai e përtërin shpirtin, që porositë e Zotit janë të besueshme, dhe se ato e bëjnë të ditur njeriun e thjeshtë. Nëse do ta kishim parë atë në vitet e tij të hershme, do të kishim dalluar tek ai një farë vendosmërie dhe interesimi moral për t'u siguruar që do të merrnit drejtësi që t'ju jepej ajo që ju takonte. Ai foli me një ndeshmëri të pastër në lidhje me gjithçka që kishte të bënte me provincën e tij. Në vargun 5 na thuhet gjithashtu se ai kërkoi Perëndin. Ai kërkoi Perëndin. Sa frazë shkurtër dhe e mahnitshme që është kjo. Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, thot Perëndia përmes profetit, nëse më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Prandaj ju pyesni veten: e po, çfarë do të thot kjo në jetën e tij? Si ishin vallë mëngjeset kur zgjohej ai? Në mëngjes kur zgjohem unë, po kur shkonte në mbrëmje për të fjetur. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Dhe ai thot: o Perëndi, unë shoh drejt teje.
ai kërkoi Perëndin. Ai e bëri këtë sipas udhëzimit, ai kërkoi Perëndin gjatë jetës së Zakarias, të cilin nuk jemi në gjendje që ta identifikojmë me saktësi. Mirë po Zakaria e udhëzoi atë në frikën e Zotit, në frikën e Perëndis. Prandaj ai nuk ishte i shkëputur nga marrëdhëniet, as nga marrëdhëniet familjare dhe as nga rëndësia e marrëdhënieve njerëzore. Sot do të thoshim që në kontekstin e shoqërisë, ai u dishepullua, u ushqye, u inkurajua, u udhëzua, madje u udhëzua në frikën e Zotit. Po ta ilustrojmë me një shembull bashkëkohor, të paktën në Amerikë, i bie që të dilni herët në mëngjes, diku rreth orës 6:30, të shkoni në një restorant dhe atje në një nga cepat do të shihni Zakarian dhe Uziahun. Zakaria do të ishte atje duke i thënë: "Hajt pra Uziah, duhet të kujdesesh për gjithë këtë mbretëri. Duhet të interesohesh për shumë gjëra. E shoh që ke potencial. Më lejo që të nxit. Kërko Zotin, bëj gjën e duhur." Me sa duket, Uziahu shkoi rregullisht në këto takime mëngjesi. Vargu 5 mbyllet duke na thënë që kishte një lidhje të drejtë për drejtë mes kërkimit të Zotit dhe dhënies së suksesit. Ai bëri atë që ishte e drejtë, kërkoi Perëndin, ndoqi udhëzimet dhe Perëndia e begatoi. Nuk ka pse të përpiqemi që ta sqarojmë sërish. Shkrimtari i kronikave na vën në dukje suksesin në lidhje me ndikimin që ai kishte si mbret. Pastaj, në vargun 8 zbulojmë që fama e tij që përhapur. Ajo u përhap deri në kufijtë e Egjiptit. Ky nuk ishte thjesht një lajm lokal. Ai po fitonte një famë botërore. Ishte përhapur fjala për Uziahun. Në Jud ka një mbret të fuqishëm. Shikoni se çfarë ka bërë ai në rindërtimin e Elathit. Izraelitëve nuk u pëlqente lundrimi. Nuk ishin shumë të dhënë pas lundrimit. Mirë po, ai u tregua shumë i zgjuar dhe mendjeholl në lidhje me vendimin që mori për Elathin. Edhe pse në histori ai vend njihet për një tërmet dramatik, shkrimtari i kronikave nuk na thot asgjë për këtë tërmet, i cili ishte gjëja më tronditëse që kishte ndodhur në atë krahin. Por ai na thot që ai e rindërtoi Elathin. Kjo ishte një gjë tepër domethënëse, duke qenë se Uziahu kishte një udhëheqje vizionare. Ai i dalloi mundësitë e mëdha të atij porti, atëherë kur askush tjetër nuk i dalloi ato. Dhe kur anijet u nisën nga porti, u përhap fjala: "Nga erdhët ju djema, kujt i vajti mendja për këtë gjë?" Uziahu, ai është komandanti ynë, ai i bën gjërat si duhet, ai kërkon Perëndin, ai ka takime në mëngjes, ai është i famshëm, ai është shumë i pushtetshëm. Kjo thuhet, fama e tij që përhapur deri në kufijtë e Egjiptit. Pse? E po, sepse ai ishte bërë shumë i fuqishëm. Ai nuk ishte i famshëm nga që ishte i famshëm. Nuk dua të them se ai u bë i famshëm për shkak se i bëri reklam vetes. Ai ishte i famshëm për një arsye. Kishte shumë gjëra që u dhan pesh fjalëve të njerëzve për ndikimin që kishte Uziahu. Tani, nga vargu 9 në vazhdim, na jepet një shpjegim i disa prej arritjeve dhe pushtetit të tij. Dhe kjo na çon sërish te pjesa e dytë e vargut 15 dhe në fillim të vargut 16. Fama e tij u përhap larg, sepse u ndihmua në mënyrë të mrekullueshme derisa u bë i fuqishëm. Dakord, ai u bë shumë i famshëm. Si rezultat i ndihmës, ai u bë i fuqishëm. Si rezultati të qenët i fuqishëm, ai u bë i famshëm. Dakord. Por pasi u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare, aq sa u korruptua dhe ai mëkatoi kundër Zotit. Ky nuk është një varg i panjohur për ne. Këtë pjesë të vogël e kam njohur prej shumë kohësh. Në fakt, po mendoja për këtë javën e kaluar, kur po konsideroja se si nuk doja të jepja një mesazh për të kaluar një vit me Spurgeonin. Në atë kontekst, ndjeva se duhet i trajtoja dy çështjet e fuqisë së dobësisë dhe dobësisë së fuqisë. Pastaj thash, kam një frazeologji të tillë në mendjen time në një mënyrë që nuk shfaqet në versionin NIV të Biblës. Pastaj pash versionin e autorizuar me të cilin isha arritur dhe as atje nuk ishte. Prandaj thash, vras mendjen nëse e kam mësuar përmendsh nga versioni RSV. Prandaj shkova te versioni RSV, të cilin e kisha bler në vitin 1972, shtator 1972. Sepse ky ishte teksti që përdornim në Kolegjin Biblik të Lancasterit. Dhe ja ku ishin, në këtë Bibël e cila ka vetëm 2 vende të nënvizuara. Kjo nuk është e rëndësishme në vetvete, por më bëri përshtypje kur shkova ta shoh. Prandaj zbulova që kisha nënvizuar 2 gjëra. Njëra ishte deklarata që thuhet për Kalebin të Jozueu 14. Ai ka ndjekur plotësisht Zotin, Perëndinë e Izraelit. Ky ishte njëri nga nënvizimet. Dhe nënvizimi tjetër që kisha bërë ishte fundi i vargut 15 dhe fillimi i vargut 16.
sepse u ndihmua në mënyrë të mrekullueshme derisa u bë i fuqishëm. Por, pasi u bë i fuqishëm, zemra e tij u bë krenare, aq sa u korruptua.